interpretoj kushtetutën sipas interesit të partisë së tij. Rreziku më i madh tashmë nuk është vetëm shkelja, por që shkeljen e kanë bërë president. Precedentin po e bëjnë praktikë, dhe praktikën e shkeljeve po na shesin si normalitet. Ne e refuzojmë këtë. Nuk ka mandat politik mbi kushtetutën. Nuk ka shumicë mbi kushtetutën. Nuk ka individ mbi kushtetutën. Prandaj qytetarët e dashur, kjo shumicë parlamentare ka detyrime kushtetuese dhe këto detyrime nuk mund të zaventohen me interesa politike. Konstruimi i tashëm nuk e kthen orën pas, por kuvendi duhet të konstruohet, sepse pa u konstruar nuk rrjedhin afatet kushtetuese. Prandaj edhe sot këtu i ftojmë, hajdeni konstruoni kuvendin. Mbi çdo parti është Republika e Kosovës. Mbi çdo pushtet është kushtetuta. Partitë vijnë dhe shkojnë. Qeveritë vijnë dhe shkojnë. Kryeministrat dhe kryeparlamentarët vijnë dhe shkojnë. Por Republika e Kosovës duhet të mbetet. Dhe kjo